Kryeministri i Kosovës Albin Kurti priti në Prishtinë komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos, në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë pas marrjes së detyrës në fund të vitit 2024. Në konferencën e përbashkët për mediat, kryeministri tha se Kosova po kryen detyrat e saj në rrugën drejt integrimit evropian, ndërsa foli edhe për dialogun me Serbinë dhe sfidat politike në vend. Mungesa e kuvendit funksional gjatë vitit që shkoi, por edhe tani ka bërë që disa reformat vënohen e tashmë po rrezikohen edhe për afatin e qershorit. Jemi duke punuar maksimalisht për të minimizuar ndikimin në reforma që po shkakton bllokada në kuvend. Në vitet e fundit, Kosova ka avancuar në përgatitje në shumë kapituj, kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes, në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Me komisioneren Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultoj me avancimin e merituar të Kosovës. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Çelësi kryesor për bashkëpunim të suksesshëm rajonal është fuqinësia e mirë evropiane. Kosova ka përjetuar 2 sulme terroriste në 3 vitet e fundit, në Banjsk me 24 shtator 2023 dhe në kanalin Iber-Lepens në infrastrukturë kritike me 29 nëntor 2024, që të dyja këto të dirigjuara e financuara nga fqinji ynë verior. Llogaridhënia për këto sulme është thelbësore, pasi pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë son mbetet i lartë. E kemi një fqinj agresor agresiv që të sulmon në vend se të bashkëpunoj. Kjo është sfidë sa për sigurinë, po aq edhe për bashkëpunimin rajonal. Ndërsa komisionerja Marta Kos theksoi se Bashkimi Evropian nuk ka vendosur ende një datë për anëtarësimin e Kosovës, por nënvizoi se vendi duhet të vazhdojë me reformat dhe të krijojë institucione funksionale të qëndrueshme. Ajo bëri thirrje të gjitha forcave politike që të gjejnë gjuhën e përbashkët për të dhënë fund ngërçit institucional në një kohë kur Kosova ndodhet në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Kos deklaroi se nuk ka siguri në Evropë pa Kosovën, por shtoi se vendi duhet të ecë përpara me themelimin e institucioneve të reja dhe zgjedhjen e presidentit të ri përmes kompromisit politik. Gjatë takimeve u diskutua edhe për planin e rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, nga i cili Kosova pritet të përfitojë rreth 882 milionë euro në formë grantesh dhe kredish për periudhën 2024-2027.